politikanët veten si të rëndësishëm. Edhe kështu i shkoj këtë taman me ironia në kuptimin që... E kuptoj pse ke lëshua. Kthehuni se jeni shumë të rëndësishëm, ju lutem, pa juve nuk bëhet. Dhe kjo është arsyeja pse e kam nxjerr pafundësisht herë. Mirë, flasim edhe pak për a ka investime në Bregdet, a janë kthyer shqiptarët, apo vret? Investime kryesisht tash mërgate në fakt e kemi vitet deri në vitet 90-a ishë mërgat punëtore. Tash është me kapacitet investiri. Sa zotit mirë janë kënë dhe ata generatat e para erëzakonisht mirë. Tash është me kapacitet investimi, tash kemi me doktor profesora, që ka me thonë, tash i kemi shqiptarë tonë në shtëpinë e bardhë, e lema ku tjetër. Po, Bregdet investohet, kryesisht në Ulqin, po investon më shumë tit Kosova, që është për lakmi, për gjitha lakmit. Edhe pse shqyqër zotit u hap shteti shqiptarë, ne kemi Bregdetin, atje jo dini daljen 2 dete, Adriatiku edhe deti jonë që janë perfekte, mirë, po me gjitha ta Kosova është shumë e lidhun me Ulqinin, kjo është një lidhshmëri shumë interesante. Edhe hala vazhdojnë ato investime, normalisht, po blejnë njerëzit, jo veç shtëpia, se shtëpia është se një vogël që ka në gjana tjera, mua më dhimet pak tivari, me thënë drejtën. Na vëne pa të më kuptu, na Kosovarët vëne kemi marrë vesh edhe në Shqipni ka Ulqin. Tetin e kemi asociu me Ulqin. Ashtu është, me Ulqin. Vëne pa të më zbulu që edhe atje ka na Ulqin. Mua më dhimet tivari, pse s'ka për shembull, pse kemi lënë duket në Shqiptaria, kemi lënë shumë mazdore është qyteti joni. Edhe qyteti ndërkombëtar që ka po si jo. Janë aty do fshatna shumë interesante në rrethin e tivarit që janë fshatna shqiptare mirë, po me presion shumë të madh se kanë qenë numerikisht pak, ata sot nuk paraqiten shumë si shqiptar mirë, po në mbiemnat e ty në fill e kupton se janë shqiptar. Edhe din shqip. Për shembull është Larja, janë Shestani, janë do fshatna që njerëzit jashtëzakonisht mirë shihet se janë të vujtun, s'ka investime aty, s'ka gjana. Edhe në qytet përmrena qytetit Tivarit, për shembull është qyteti i vjetër, gjanat ka shqiptarë. Edhe ç'a më thon. Është aty e mira, është Agji Peshkia. Për media nuk po të pyes, se ne si media në fakt kemi dështuar, nuk është krijojmë kontent. Edhe dëdoj që mediat krijojmë kontent edhe për shqiptarët në Maltezi, edhe për shqiptarët në Maqedoni, dhe integrimi duhet ndodhë një ditë nëpërmjet media. Apo shtypin të kultura pak më mirë, apo arti na ka integruar. Malsori nuk është rëndësishme, a vjen nga Tuzi, a është nga Shkupi, a është nga Tirana. Këta e ka Kosova, që është për tona lavdata. A beson. E kam një mik temin këtu, jo e njifni krejt, është doktor profesor Anton Berishaj, është prej Tuzit, sociologu. Ish rektori universitetit ton, këtu të Prishtinës, edhe u thova para një 2 viteve, ishte festa e flamurit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Detroit. Ta i komoditeti janë shqiptar aty, edhe patëm kështu vakt me fol, me u çplak, kështu me muhabete shumë me profën, edhe tha që do me të kallëzohet diçka se një 55-6 vjetë mos kjofsha gabim, thot jam këtu. Edhe adin si është e kjo Kosovë, tha garante ke vrejt edhe ti edhe pse je shumë ma i ri edhe me moshë edhe nuk ke kërkun gati këto vite sa jam unë Kosovë. Tha, e kjo Kosovë, tha, le që janë mikprit, është shumë mikprit se për shqiptarët tjerë që vinë prej anëve tjera, mirë, po vetëm nëse je ti zoti edhe nëse donë edhe nëse je ambicioz, presidenta mund të bëhesh ose kryeministër, aty ne absolutisht tha nuk ju intereson, veç a je mirë, a donë ti, a je ambicioz, merre me mend. Kjo është shojmë në preardhje, kryeministri aktual vjen nga Malizi, lideri i LDK-s, kryetari për njërës për partive më të mëdha opozitare, vjen nga Lugina. Po, absolutisht. E lemon e këngëtare që na kanë prit më mirë s'ka. Qenë kemi mirë në këtë, nuk e pas nga mendu asë njerë. A dini shka menoj unë pse është kështu? Në kohën e, unë besoj se në çdo periudhë ka qenë kështu, po sidomos kjo ka qenë, sidomos nga koha që kemi ra përsëri në okupim, lirisht ta them Jugoslav, këto gjitha trojë shqiptare që janë kënë në Jugoslavi, edhe ai izolimi i madh me shtetin shqiptar që ka qenë se kemi pas kontakt, Kosova e ka marrë epitetin e Shqipnisë knej. Ne kemi pas Kosovën, Shqipni e gjithçka. Apo kupton? Po, për shkak të autonomisë zgjeruar. Unë flas për malsinë teme,
fëmijat janë krejt mirë, po Malsini ku jam lindë rritun, është një vend shumë i vogël, po aq shpirtnisht jemi kënë në të lidhën me Kosovën, ajo është çudia ma e madhe. Merreni me vend gjyshi jem që ka ndrujet para disa ditëve pas dritë, ka dal aso kohë me u shkollu në Prishtinë. Zoti e di flasim për vitet 50-ta, edhe flet për me tonë lavdatat për këtë vend. Neve Fantastike. Kosova absolutisht, edhe unë kur kam marrë me u regjistru në Universitetin e Prishtinës në vjeshtën e 2001-shit, e dini se invazion ka qenë në Universitetin e Prishtinës, sidomos në gjuhën angleze dhe në psikologji më kujtohet shumë mirë. Por ka pasur kuota të veçanta, apo për? Po për shqiptarët, sidomos shqiptarët në Malzi, ata të Iliridës e të Luginës, e kanë pas vendin e tyne. Edhe pse këtu ka pas sa duash dje me vajza që kanë kryer shkollën e mesme që janë munduar me u regjistruar këto dy për shembull për pas Kuotat për shqiptarët e ke pas të rezervuar me vendet për neve. Kjo është për tonë lavdatat. Lema që ty, besa zotit përpara edhe ju kanë dhënë shtyrje, edhe gjona do edhe nuk e kanë merituar aq shumë me dije me gjona, por kanë dhënë me diploma, me sene, nuk i kanë dhënë pa merit, mirë, po ndoshta nuk i kanë plotësuar aq shumë për me aso vetëm për me na shty sa ma shumë edhe kjo është për tonë lavdatat e mundshme. Okej, sot kam përshtypjen që edhe komunikimi teknologjik edhe gjithçka tjetër e bën shumë të lehtë, shumë të qasin, edhe me kanalet në YouTube dhe me gjëra tjera. Edhe tash jemi bashkuar, e ke pa faktikisht